Policia e shtetit ka dhënë detaje zyrtare lidhur me protestën e zhvilluar në 24 janar në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë dhe kuvendit, e organizuar nga Partia Demokratike. Sipas njoftimit të policisë, gjatë tubimit disa protestues kanë kundërshtuar forcat e rendit dhe kanë hedhur lëndë djegëse molotov në drejtim të tyre. Si pasojë janë identifikuar gjithsej 37 shtetas që dyshohet se kanë kryer veprime të kundërligjshme. Nga këta 18 persona janë arrestuar në flagrancë, 17 të tjerë janë proceduar penalisht në gjendje të lirë, ndërsa 2 shtetas janë shpallur në kërkim. Po ashtu janë përfshirë në hetim dhe 3 të mitur. Gjatë përplasjes me protestuesit, 11 punonjës të policisë së shtetit mbetën të dëmtuar dhe u transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Burime zyrtare bëjnë me dije se ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në vijim të veprimeve procedurale, materialet janë referuar në prokurori ku ka nisur procedim penal edhe ndaj sekretarit organizativ të Partisë Demokratike për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, si dhe ndaj 3 shtetasve të tjerë për kundërshtim të punonjësit të policisë së rendit publik. Grupi hetimor vijon punën për identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë qenë të përfshirë në akte të dhunshme gjatë protestës.